Por, po më bën për shtypje, a e nisin për aty, are you single? No, I am album. Kur më thërëm për emisionit tonë, më thanë me që do foto, pa tjetër e para që më ka kujtu është që kjo, të janë nisë pari për mamit, se po më thotë, pse s'po martohesh, pse po rënë single, martohu. Për këtë ata që menojnë që njëm single, nuk jom single, njëm album. Qa i bjen kjo? I ki disa kongë. Kjo i bjen që I can't be single, nuk më konë single. A vërë, jam album. Kështu që edhe pse jam single, S'jam single, dhe me thonë jam prap album. Kështu që dashuria është nuk do me thonë se dy njerëz me flajt në një qati mu darë. Dashuria është e laramishme dhe e shumashme. Jo, tash nga zbërthe, a je single apo ke lidhje? Lidhje nuk kam, single jam. Lidhje nuk kam, që shpoj delë, s'kam lidhje. S'kam lidhje. Single jam, por këtë motën që I'm not single, I'm an album, nuk jam single, jam album, e përdori ma shumë për mirë të regu mas pari mamit edhe krejt atyre që se ka njerë që më thirën telefonon, hej, ta kun gjetë një gru. Para disa javësh e din zojat kemë folë për presionin publik që ja bën njerëzve për me u martu. Mu më bojnë zozi presionin. Tash, ti bjen që njëherë je i divërcum. Po. Edhe përsëri vazhdon presioni? Vazhdon presioni se nuk është një nuse të shtëpia, ma më po që është vetë. Aha. Po bjen vetë, unë kom qef që ashtë. E dherë ku do me duru këtë presion? Disa des mami. Disa des mami, se s'do mu martua? Ja, me qfari. Seriosisht, do mu martu mo? E kom shkrua ato. S'jam tipëm për martes. Pse? Ma shpjego. Qëtë ta shpjegoj? Jam tip ma shpare që nuk më najtë në ambientet e shtëpis. Ma shumë se një orë, dy, më hanë diqka. Nduna me najtë veç jashtë shtëpis. Në shpej këthehem veç për me bo një gjëmë. Ta shti, s'fanë menja që dikush është në gjendje me duru një tip si jone. Pra ndaj sa i nëzire vetës problem, i nëzire edhe një qikës tjetër problem, e me bo edhe fmi tjerë, e me orë edhe një ndarje dytë. Kështu kam thonë ma mira me njohët vetën, unë e njohë vetën, nuk jam për atë punë, faleminderit shumë. Po e thu shumë thjesht. Ama në album. Po e thu shumë thjesht, kështu. Po e thjesht është. Ka që thjesht? Ka që thjesht është. S'ka ma thjesht se me njohët vetën e me di qa po dënë. është fundi edhe fillimi, dy atjen, kur e din qa po dënë. Kur e ke vendosë këta? Këto e ku vendosë një 2-3 vjetë pasi që jom divërsu, e që i bjanë që jom divërsu dikun 2015-16, ashtë mësëm ka për numra. Po pas 2-3 vite, kum tentu. Nuk është që një nda dhe kum thonë s'po duma. Kum tentu, po e kum pa që prap, s'është që aja. Edhe kum thonë, a din qka bre vla? A banë më su martu e kam një djallë, po shëqër zote më ka falë një djallë, faleminderit shumë prej tina. Ani kjo martesën veç po thu mos mu martu me letra, apo edhe mos me bashketu me dikant? Etash, bashketesa mëse që ti bëj 55 vjetë, nëse e gjojnë a i kanë që atëherë, edhe kisha bashketu me dikant. Se nuk është e lezeshme me vdek në vetëmi. E ki një plak që aty që i kujdesësh për to, apo ta qës një kafe jo në ty, jo ti mu, apo dhamin kom që ti nxeshi, adhe për qësi... Përdryshe nuk më kishë vyta është pleqli me bashketu me dikant. Po për hirë që ty me problemeve që do t'na lindin, kur t'plakemi, kisha pas që me bashketu me dikant, po jo para 55, para moshës 55. Kjo është krejtësisht jashtë seris që apo thu ti, krejtësisht jashtë botës, normalës. Jashtë imaginatës. Jashtë asaj që konsiderot të ne normale, se për ty është shumë normale. Po e bisedon me njës, apo për herë parë, po folë publikisht kështu? Jo, krejtë din këtu mendime. Krejtë din këtu mendime se heke, shumë heke. Më thash, kam familjar me burë që më thirin telefonin, ta kom gjithë një gru. Më shumë të lypë gru? Në qysh ma ke gjithë një gru? Së më ka hupë.